opinioni, mendimin që keni për Zotin? Unë mendoj që Zoti qofshin fal, na shikon të gjithëve. Do thuash ti që po me këtë marrët, po përpara Zotit, me të mirën, me të keqin, po me atë. Unë mendoj se Zoti merret me të gjithë dhe shikon të gjithë. Askush mos të mendoj që bën një vjedhje, një krim, një gjë, nuk e shikon kurkush. Ja. Është i parë nga i lartë. Është e pa diskutueshme kjo. Dhe në një moment, Zoti vendos drejtësinë. Pam. Unë shpesh kur futem në skenë, e kam shenjën time, shikoj lartë, pastaj futem në skenë. E kam si ritualin tim. Dhe pastaj e kam më bet me lehtë puna në skenë. Prandaj thash që në skenë aktori bisedon me partnerin, bisedon me publikun dhe me Zotin.